Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Shtëpia ku punoja kishte një dhomë që askush nuk më lejonte ta hapja. Kur pranova punën si pastruese në një vilë luksoze në periferitë e Tiranës, më duk sikur më kishte buzëqeshur fati. Kisha kaq shumë vite që lëvizja nga njëra punë në tjetrën, nuk gjeja dot stabilitet, nuk kisha siguri dhe kur më thanë se paga ishte e mirë dhe njerëzit ishin serioz, nuk pyeta shumë. Vila ndodhej në një zonë shumë të qetë, përreth pemëve të mëdha dhe një oborri që dukej si në revista dhe si ato vilat turke. Zotrinjtë e shtëpisë ishin një çift shumë i pasur, Arbeni dhe Dorita, dhe kishin një djalë të vogël të quajtur Endi. Në fillim gjithçka më dukej e rregullt, pothuajse perfekte. Aq perfekte sa kur zgjohesha në mëngjes, mendoja si ka mundësi të më bjerë mua ky fat kaq i mirë. Shtëpia ishte e madhe, plot dritë, me mobilje të shtrenjta, aromë pastrimi që nuk mbaronte kurrë. Por që në ditën e parë, teksa më tregonin ambientet, vura re një derë që më la një ndjesi të çuditshme. Ishte në fund të korridorit të sipërm, ndryshe nga të tjerat, e vjetër, e lyer me ngjyrë gri dhe pa shkëlqimin e pjesës tjetër të vilës. Më thanë thjesht të mos e hapja kurrë atë derë, sepse nuk kisha punë aty dhe ajo pjesë nuk duhej të pastrohej. Ishte vetëm gjë që nuk duhet të bëja në të gjitha të vilë, dhe pikërisht për këtë arsye, ajo derë më mbeti në mendje që ditën e parë, edhe për faktin se ma bën shumë të ndaluar. Punët shkonin shumë mirë, zgjoja Endi në mëngjes, përgatisja mëngjesin, pastroja, kujdesesha për kopshtin, por fëmia ishte shumë i heshtur, më shumë se të shpritej për moshën që kishte. Kishte një mënyrë shumë të çuditshme për të parë, fiksohej në një vend, nuk i hiqte më syt, sikur të dinte diçka që të tjerët nuk e dinin. Kishte net që zgjohej i frikësuar dhe nuk donte të flinte vetëm, dhe ndonjëherë e dëgjoja të murmuriste për veten sikur fliste me dikë që nuk ishte fare aty. Mendoja se ishte imagjinat fëmijësh derisa gjërat nisën të ndryshonin themelësisht. Një pasdite, ndërsa po fshija korridorin e sipër, ndjeva një erë të rëndë si përzierje lagështie me parfum të vjetër. Ishte e pamundur të vinte nga ndonjë vend tjetër. U afrova pranë derës gri dhe ndjeva një rrjedhje të lehtë ajri që vinte prej andej, megjithse dera dukej e mbyllur shumë mirë. Mu bë mish i kokër, mu duk sikur diçka që ndronte prapasaj, thjesht në heshtje. E lash me një herë dhe zbrita poshtë, por gjithë mbrëmjen me qëndroi në kokë ajo erë dhe ndjesia e ftohtë që më përshkroi shtyllën kurrizore. Ditët që pasuan u bën gjithnjë më të çuditshme. Fillova të dëgjoja hapa të lehtë në katin e sipër, megjithse të gjithë ishin në gjumë. Disa herë ndjeja sikur dikush kalonte pas meje, por kur kthehesha nuk kishte asgjë. Edhe Endi filloi të bëj më i shqetësuar. Ndonjëherë ndërsa vizatonte e shija që bënte portrete të një vajze me flokë të gjatë dhe të zeza, gjithmonë pranë një pianoje. Kur e pyesja kush ishte, ai vetëm ulte kokën dhe heshte. Një natë Arbeni kishte dalë për punë, ndërsa Dorita kishte shkuar me djalin te motra e saj. Shtëpia ishte bosh dhe një qetësi e rëndë mbulonte çdo cep. Por rria në kuzhinë kur dëgjova një zhurmë të lehtë si kërcitje bravash nga sipër. Në fillim mendova se e kisha imagjinuar, por pastaj u përsërit sërish. U ngjita ngadalë shkallëve me një ndjesi të fortë që më shtrëngonte gjoksin. Në fund të korridorit pash se dera gri nuk ishte më plotësisht e mbyllur. Ishte hapur pak, aq sa për të lënë një vit të hollë drite që dilte prej saj. Kur u afrova, dëgjova një tingull të lehtë pianoje, aq të qartë sa më ndaloi fryma. Ishte një melodi e trisht, e njohur, por e luajtur me aq dhimbje sa më dukej sikur zemra e dikujt po qante përmes notave. Mbeta e ngrirë për disa sekonda, pastaj me frikë e shtyva dhe e mbylla derën. Pash që dhoma ishte e herët, e mbuluar nga pluri, sikur askush të mos kishte hyrë prej vitesh. Në mes ndodhe një piano e zezë e vjetër dhe mbi të një fotografi. Një vajzë e re me flokë të gjatë që ngjante shumë Doritës. Nën foto kishte një emër,
Erisa. Në mur e kishte perdet e erta, libra të hapur dhe mbi dysheme gjurmë hiri sikur dikush kishte djegur qerinj. U afrova ngadalë, u dridha, isha shumë në ankth, mu duk sikur në ajër kishte ende aromën e një trëndafili të vyshkur. Në atë qast ndjeva një frym pas shpine. Nuk ishte as një zë, as një hap, por e dija se nuk isha vetëm. Ajri u bë mi ftohtë dhe pianoja lëshoi një notë të vetme, sikur dikush kishte prekur një tast me kujdes. Nuk mbaj mend sa gjatë qëndrova aty, ndoshta disa sekonda, ndoshta edhe më shumë, pastaj u tërhoqa me ngutë, mbylla derën dhe vrapova poshtë, pa e kthyer më kokën mbrapa. Pas asaj nate, shtëpia nuk ishte më e njëjtë. Dritat fikeshin vetë, qërinjt ndizeshin dhe shpesh dëgjoj një melodi e lehtë, e njëjta si çdo herë. Më vonë e kuptova të vërtetën. Në atë dhomë kishte jetuar motra e Doritës, një vajzë e re me talent për muzikë, që ishte zhdukur pa pritur vite më parë. Askush nuk ishte zbuluar çfarë kishte ndodhur me të. Thuaj se kishte ikur vetë, por në shtëpi flitej me zë të ulët se ajo kurrë s'kishte dalë nga dera. Nga ajo kohë dhoma mbeti e mbyllur dhe askush nuk guxonte ta prekte. Nuk qëndrova më gjatë aty. Ditën që u largova, ndërsa po dilja nga porta, një erë e ftohtë më goditi fytyrën dhe dëgjova një tingull të lehtë që vinte nga sipër. Ishte njëta melodi që kisha dëgjuar atë natë. E ngrita kokën dhe pash dritare ngrit të hapur me perden që lëkundej ngadalë sikur dikush më përshëndeste. Që nga ajo ditë nuk kam hyrë më në atë vilë. Por ndonjëherë kur bie shi dhe era fryn fort, më duket sikur dëgjoj sërish atë piano. Dhe gjithmonë më kujtohet ajo derë gri. Pavarësisht gjithçkaje nuk jam bërë pishman që e lash punën, edhe pse pagesa ishte shumë e mirë, njerëzit ku punoja ishin të shkëlqyeshëm, nuk mund të rrija në një ambient me dyshime dhe pikpyetje të shumta, sikur një energji më merrte frymën.